shkurt kam depozituar një kërkesë për një seancë pyetje-përgjigje me Ministrin e Arsimit. Sot është data 19 shkurt. Javës tjetër është javë e gjelbër. Ndërkohë që javës tjetër bën më shumë se sa 4 javë nga kërkesa për një seancë pyetje-përgjigje me Ministrin e Arsimit. Në fakt shoh që Ministri i Arsimit është këtu. Dhe po kuptoj që ky është problemi i parlamentit, jo i ministrës që është këtu. Çështja për cilën unë interesohem ka të bëjë me hapjen e shkollës 11 janari apo e di Durham si e quajnë, e cila ka mbaruar që në datën 1 tetor dhe sot që jemi në datën 19 shkurt nuk është hapur ende. Tani këtu në këtë sallë shpërdorohet koha për çështje që janë fare në rend në ditës javë për javë. Dhe për çështje që kanë të bëjnë me instrument shumë të rëndësishëm kontrolli të parlamentit mbi qeverinë, këtu koha është me racion. Tani, interpelancat, seancat e pyetjeve që rregullohen nga rregullorja apo kërkesat për informacion nuk mund të jenë me racion. Dhe kanë kohën e tyre kur bën. Po ju them, kam kërkuar në datën 2 shkurt. Afati maksimal që jep rregullorja është 3 javë. Për njërën nga modelet e seancës pyetje. Ndërkohë që atje matan janë 850 nxënës minimalisht që shkojnë turni i dytë. 1700 gjyshër, njëri njëri tjetri, që çojnë fëmijët atje në shkollë, turni i dytë. 1700 prindër kur s'ka gjyshër, që duhet rregullojnë gjithë agjendën e tyre dhe veçanërisht punën e tyre për të marrë një përgjigje se kur hapet shkolla 11 janari. Që po e përsëris ka mbaruar në datën 1 tetor. Dhe në këtë kuptim, tani unë kam bërë një tjetër seancë kërkesë për një tjetër seancë pyetje-përgjigje, siç kam bërë një tjetër kërkesë për interpelancë, dhe që normalisht mbi vendosim me njëra tjetrën dhe dalin jashtë afateve procedurale.